gjatë bisedimet të 3 ditëve të fundit, të diskutimeve këtu, jam përpjekur të bëj një dallim me saktësisë para të një qeverie të organizuar dhe një ushtrie të organizuar dhe një shoqërie të organizuar, sepse në 10 udhëtime që kam bërë në Kosovë në ato vite, kam krijuar një përshtypje të fuqishme që 90% e këtyre njerëzve kishin qenë të shtypur për 10 vite, nuk kishin qeveri, nuk të organizuar, nuk kishin polici të organizuar, nuk kishin ushtri të organizuar, dhe ata që kishin autoritet moral në një shoqëri të shtypur si kjo, ishin ata që mund të kishin më ndikim për të bindur familjet individuale, të cilët kishin gjasa më të mëdha për të përfshirë në veprime hakmarrëse, të cilët kishin familje apo pjesëtar familjes që ishin vrarë, pra kishte shumë zemërim. Pra besoj që mënyra më efikase për të parandaluar dhunën hakmarrëse, shpaguese, ishte që këto autoritete morale të bëjnë thirrje familjeve që kishin humbur vëllezërit, motrat, familje të tëra nga vrasjet masive, që të mos hakmerrshin, mos përgjigjeshin në dhunë. Dhe në këtë shoqëri, autoriteti moral është jashtëzakonisht shumë më i rëndësishëm se sa autoriteti i personave që marrin vendime ose veprime apo ndonjë fjali e shkruar në një letër. Kjo është ajo që i bën njerëzit të ndryshojnë mendjen lidhur me atë që mendojnë të bëjnë apo jo. Kjo është përvoja ime në shumë zona të luftës dhe në veçanti në këtë zonë lufte ku njerëzit befasisht gjendeshin të lirë pas vitesh e vitesh masakrash dhe vrasjesh.